Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Xhamatin nderuar, vëllezërit e nderuar, vazhdojmë me ajetin 19 të suratul Kehf. Duke pas parasysh që kjo sure I ka afër 100 ajete, mos ta gaboj tash. Sot do të komentojmë ose do të fillojmë me komentin e ajetit 19. Allahu subhanahu wa taala thotë: وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Dhe kështu, sikurse që I kemi venduar në gjumë, ata që ishin në shpellë, ata djelmoshe, djemë të ri, ashtu si I venduam në gjumë, ashtu edhe I zgjuam. Miro po, لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Pastaj filloi kur u zgjuan pyetje se ku jemi, si jemi, nëse kemi fjet, sa vjet kemi fjet. Qala qailun minhum kam labithtum. Dikush bëri pyetje dhe tha, sa vite kemi fjet? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kemi fjet pak një pjesë ditës ose disa ditë. Qala rabbukum a'lamu bima labithtum. Allahu e din më së miri sa keni fjet. Këto pyetje në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndonjëherë mushrikët, pa besimtarët, për ta zënë ngushtë Muhamedit e Islam, I kanë bërë disa pyetje dhe kanë thënë me siguri s'ka përgjigje. Mirë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë s'ka pas nevojë të mërzitet, sepse ko pas kohe I kanë zbrit ajetet dhe ky ajet ja ka sqaruar Muhamedit alayhi salam se çka ka ndodhur me ata djelmosa që kanë qenë në shpellën Kehf. Fab'athu ahadakum biwariqikum. E keni ndëgjuar ju si histori se ata djemtë kryesori I ka thonë njërit më I riu që ka qenë aty, ka thonë merre kët parën e argjendit edhe shko në qytet, فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَسْكَى طَعَامًا. Edhe blej ushqim për këto njerëz që jemi këtu në shpellë. Ata duke menduar se e parja është e vlefshme, sepse atyre se u ka marrë mendja që kanë fjet 309 vjet. Këto është një dobi se thotë shko dhe kërko ushqim të pastër. Sepse të ndeshëm vëllezër, edhe atëherë dhe sot edhe deri në ditën e gjykimit do të ketë ushqim të pastër që është halal dhe ushqim të papastër që I kemi haram. Domethënë kjo vazhdon. Pse ushqimi për shembull qenë kanë 1 lloj, 2 lloj, 5 lloj, 10 lloj ushqimi ose më shumë janë të ndaluara për me mbrojt shëndetin e njeriut. Janë disa ushqime të ndaluara, pse? Për shkak se e ketësojnë shëndetin ose e sëmurin trupin e secilit njeri që I konsumon ata ushqime. Pastaj thot Allah subhanahu wa taala falyatikum bi rizqin minhu. Do të thonë shko me këtë pare, të argjendit, shko blej edhe eja nga rizku I Allah subhanahu wa taala të ushqehemi, wala yatalattaf, të ketë shumë kujdes. Mirë po, thot ti që shkon atje, të kesh shumë kujdes, sepse ne jemi në ikje, jemi izoluar këtu në shpellë, mos ta heton dikush që na kapin edhe të na dënojnë. Wala yushiranna bikum ahada. Edhe mos të heton askush që je në grupin e trive që jemi izoluar në shpellën Kehf. Mirë po, parën kur ka shku atë ka shku për shemë me blej një copë buk, 1 kilogram, 2 kilogram, kër e ka paj që shitës I atë parën, thot, po kjo parë është pavlefshme, kjo parë ka qenë ati mbretit para 300 viteve. Ki djali habitit, thot, si mundet me ndodhë shtu në gjekemi, jemi izoluat nga friga se puna dënojnë mbreti që thret në paganizëm,
edhe e kupton që është duke ndodhur diçka, kur kthehet e bisedojnë ata. Mirë po realisht Allahu subhanahu wa taala për atë 309 viteve ai mbreti ka qenë jo besimtar, pas 309 viteve ka ndryshuar situatën, domethënë ka ardhur një mbret i drejtë, edhe ka besuar fenë e Isës alayhis salam, dhe kur e kanë kuptuar që ato vetëm se ka ndodhur diçka jashtëzakonshme me ata djemt, kanë shkuar i kanë marrë. Allahu subhanahu wa taala thot innahum in yadhharu alaykum yarjumukum. Që djali kur u ka kthyer shpellë dhe u tregon se çka është duke ndodhur, ata tash kanë filluar të bisedojnë ndërmjet vetë që me qenë se na kapin kanë mundësi me na gjuajt me gur, por me na dënuesin. Në atë kohë gjuajtja me gur, dënim ndaj njerëzve ka qenë shumë normale. O yu'idukum fi milletihim wa lan tuflihu, ose ju kthejnë te populli që keni qenë ju dhe asnjëherë nuk do të mund të fitoni. Idhen ebeda. Do më thonë fjala ebeda, asnjëherë ju nuk mund të fitoni në bazë të asaj që keni ikë nga ky qytet për me besu Allahun subhanahu wa taala. Të ndërshëm vëllezër, pastaj i marrin këta djem edhe e shohin, e kuptojnë që Allahu subhanahu wa taala i paska vëndu në gjumë edhe atë mbi 309 vite. Në bazë të asaj se kur kanë qenë ata, kur kanë jetu ata, se si histori është përcjell, se janë izoluar do djem 3, mirë po pas 309 viteve, më thonë ato djem dalin shëntosh e rahat e gjallë, ashtu si kanë qenë me vite. Më thonë Allahu dhe leshanuhu, tash në përmet të ajetit të 21, në më thonë ajetin 19, 20, tash 21, thotë Allahu vë kedhalike a'tharna alejhim, edhe kështu ne, në më thonë Allahu dhe leshanu thotë, i zbuluam, i nxjerëm, që t'i shohin njerëzit, në më thonë tash, pas 300 viteve, kthehen në djem 3, Allahu dhe leshanu thotë, i zbuluam, i nxjerëm para njerëzive tjerë që ta kuptojnë ata, edhe me këta jetë argumenti më i fortë se do të ketë ringjallje pas vdekjes. Më thonë prej argumenteve që nxjerrin nga ky ajet, ose nëse njeriu pas 300 viteve mundet me u kthi prap, atëherë edhe pas 1000 viteve, 10000 viteve, por Allahu subhanahu wa taala nuk ka diçka që nuk bëhet. Shumë herë kemi përmend, Allahu në Kur'an thot kun fayakun, bëhet dhe bëhet. Thot liya'lamu anna wa'da Allahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha. Do të thonë ta kuptojnë që premtimi i Allahut është i vërtetë, edhe se dita e gjykimit do të ndodhë dhe nuk ka dyshim në këtë. Mirë po njerëzit në kohën e pejgamberit sa ata që s'kan besu, se zënë herë janë mundu me provoku Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kanë bën kohë pas kohe pyetje dhe janë mundu me ngushtu, edhe në bazë të ajeteve dhe historisë që e tregon Allahu subhanahu wa taala në Kur'an nëpërmjet historisë së djelmoshëve të shpellës Kef, i shpjegon edhe çështje tjera. Mirë po njerëzit tash në bazë të asaj kanë thonë të janë ndërtojmë një shtëpi të djemve ose një xhami, por si një argument se çka ka ndodhur me këta djem. E tash dietarët kanë bisedu shembull për çështjen e xhamive kur i ndërtojmë. Për shembull keni xhamia të vjetra këtu që i kanë ndërtuar Osmanlit, mirë po ka edhe rreth xhamive edhe varre, varre. Po shumë të dietar lloj mendimi kanë, për shembull me një xhami që ka një varr, a pa i pranohet namazi, nuk pranohet. Shumë debat i madh, po s'po du me hin këtë çështje. Elhamdulillah në bile që xhamia jonë në rahat, asnjë varr se kemi. Po ka dietar që thonë ato varret pastaj janë vendosur ose kanë qenë varre, e pastaj është ndërtuar xhamia, mirë po qëllimi para kibles, mos ketë varre atje ku falet imami dhe të ketë sutre. Sutre, do të thonë me vendu diçka që e këput, e ndar, do të thonë vendin ku falesh me diçka që është para teje. Sidoqoftë, askush prej nesh nuk shkon mu fal
para varit, sepse është ndaluar rrepsisht edhe shirku madh. Domethënë në bazë të ajetit tash dietarët kanë zgjedhur edhe dobi sa i përket xhamive që kanë varre, mirë po ka dietarë me shumicë kanë argumente se në xhamit që ka varre nuk prish puna me u fal, mirë po nuk është punë e mirë, shembull, të varrosin njerëz brenda oborrit xhamis. Për shembull, në një xhami në Kërçov, në kam qenë, hinsh në xhami, para se mi për shembull te dera në xhamin, edhe në djathtë edhe në majt ka varre. Domethënë njeriu sado që tash nuk e bisedojmë, është halal e folëm atë, domethënë që namazin nëse imami apo parë nuk prish punë, mirë po o problemi se njerëzit ngushtohen. Tash nuk duhet fund në xhami, po shkojnë në xhama me qefe, me fal namazin, me njerë një 10 varë ati. Njeriu kur i shef varët, çka ndodh? Mërzitet, është ashtu. Pastaj ju dha selam, ka disa rregulla tjera që ndodhin në varë. Tash ne jemi në xhami në varë, po sidoqoftë ata ajo që ka ndodhur më herët ka ndodhur. Mirë po tash, duke i ditë meselë, duke i ditë çështjet, nuk preferohet në xhami dhe në bord xhamis të ketë varë. Domethënë nuk është në rregull, sepse xhamia është vend ibadeti, nuk është vend mërzie. A njeriu që shkon në varë, realisht burri më i madh me qenë dhe sabërlia më i madh me qenë është emocionale, por secil në shpirt dhe secil në zemër me u mërzit. Të dashur vëllezër, pastaj prap ata njerëzit që kanë jetuar me Muhamedit që s'kan qenë musliman, i kanë bërë pyetje, i kanë thonë sa njerëz kanë qenë. Sa është numri atyre që kanë fjetë sipas historisë që po e përmendni. Se kjo histori ka ndodhur në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu nëpërmjet ajeteve po i tregon umetit se ka ndodhur diçka. Edhe do kanë thonë, mirë, nëse ka ndodhur sa vetë kanë qenë. Allahu xhaleshanu kështu thotë se yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbu. Njerëzit nëse i lejon me fol, ata njerëz kanë më thonë 3 kanë qenë, i 4 ka qenë qeni. Ju tregova unë dersën e parë. Pastaj thotë wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Dikush ka më thonë, jo, s'kan qenë 4, por kanë qenë 5, qeni 6. Pastaj kanë më thonë, jo, kanë qenë 7, qeni 8 e kështu me radhë. Thot Allahu Rabbi a'lamu bi iddatihi. Allahu e din numrin e tyre. Ma ya'lamuhum illa qalil. Sepse ndonjëherë njerëzit shumë pak dituri. Por atë shkak duhet ne të jemi sinqert me vetveten e pastaj me tjerë. Dituria është çështje shumë e madhe dhe ka nevojë me qenë i dituri edhe i drejtë. Mos me fol diçka për të cilën nuk ka dituri. Por atë shkak po jam thënë asnjëherë s'ka fol para se më ardh vahji. Edhe Allahu dërshon tash nëpërmjet ajetit 22 shpjegon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe neve si ummet, edhe atëherë si ummet, si sahabe se çka ka ndodhur realisht në shpellën. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Do të thonë Allahu drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thotë mos polemizo me njerëzit. Nuk ka nevojë ndonjëherë ti kur e ke argumentin e fortë, dikush tjetër nuk ka argument, por mundohet me nënçmu. Për shembull ti thu ka thonë Allahu subhanahu wa taala, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thotë jo, unë nuk ta pranoj as Kur'anin as Sunetin. Ma bjerë ndonjë argument logjik, ma bjerë ndonjë argument. Do të thonë qëllimi nuk është me kuptuar të vërtetën, por qëllimi është me fitu debatin. Ndonjëherë më mirë është me hub debatin se sa mu demoralizu, mu dëshpru, derisa Allahu dhe sa të udhëzon ata të cilët nuk janë të udhëzuar. Thot mos polemizo për numrin e tyre, sepse Allahu dhe sa e din më së miri çka ndodh. Mirë po dietar në bazë të asaj komenteve, komentatorëve të Kuranit, ata kanë thonë se kanë qenë 17, edhe qeni 8, mirë po a ka mundësi me qenë 5? Ka mundësi edhe 5 kanë qenë, ka mundësi që kanë qenë edhe 9, por nuk ka qëllimi janë me argumentu sa kanë qenë, edhe njët kishë qenë. Atë Allahu Gjereshanu e ka vendosë në gjumë, edhe ka këfi, e ka rinjallë pas 309 viteve.
Domethënë kjo historia që na argumenton se një ditë prej ditëve edhe ata që kanë vdek, por edhe ne që do të vdesim, edhe ata që do të vdesim pas nesh, një ditë prej ditëve do të dalin para Allahut fuqiplot edhe të gjithë do të rrinë në këmbë. Secili do të del para Allahut subhanahu wa taala dhe ka mu marrë me punët e veta. Allahu në Kur'an thot, atë ditë kur do të dilni të gjithë para Zotit, yawma yafirru al-mar'u min akhihi, ka me ik njeriu nga vllai vet. Wa ummihi wa abihi, ka me ik nga babai dhe nëna. Wa sahibatihi wa banihi, ka me ik nga bashortja e vet dhe nga fëmijët e vet. Li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, secili ka më marrë me punët e veta. Më thonë kjo ajet argumenton se edhe një ditë për ditëve do të na ringjallë, sepse pa ringjallje, çfarë kuptimi ka kjo botë? Çfarë kuptimi ka e drejta në këtë botë? Kush është i mirë, kush është i keq? Një shembull i thjesht, mos me qenë burr, mos me pas burr, për shembull, në botë. Nuk ekziston burgu. Çfarë kishin bën njerëzit? Ma të lirë kishin qenë me bën gabime, as s'ka dënim. Mirë po kur e mendon që ka dënim njeriu ndalet pak. Edhe ne tash, nëse e mendojmë që s'ka botë tjetër, atëherë pse më fal, për shembull? Pse më agjeru? Pse më qenë njeri i mirë? Po, duhet më fal, duhet më agjeru, sepse një ditë prej ditëve do të dalim para Allahut fuqiplot dhe në bazë të veprave tona do të shpërblehemi me xhenet ose do të dënohemi me zjarrin e xhehenemit. Inshallah Allah na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Thot Allah subhanahu wa ta'ala ajetin 23, wala taqulanna li shay'in, mos e thoni asnjëherë për diçka, inni fa'ilun zalika gada, unë nesër kam e bën kët, thot illa ay yasha Allah, por thoni nëse Allahu dëshiron. A ne shumë herë si popull, si musliman, çka themi? A vjen nesër shkoj për shembull në Tetov? Po inshallah. Veja ma inshallah. Çka më thonë inshallah? Nëse Allahu dëshiron. Sepse Allahu ka mundësi me ta marrë shpirtin se në shkon asë në del të pragu i derës. Dhe më thonë Allahu dhe lëshanu tash, wadhkur rabbaka idha nesite, dhe përmende Allahu subhanu ta'ala, sepse ka mundësi njeriu me haru, faqul asa an yahdiya rabbi li aqrab min hadha rashada. Edhe inshallah Allahu dhe lëshanu na e udhzon ose na udhzon në atë që është më mirë. Të ndërshëm vëllezër, do më thonë edhe 2-3 ajete, pastaj edhe 3 histori tjera i ka Suratul Kahf. Do më thonë me siguri xhamon e ardhshme do të fillojmë me një histori tjetër, që mësoj përket shpellës Kahf, edhe pse emrin e ka Suratul Kahf. Me sot do ta krijmë inshallah, vetëm edhe 2 ajete ti kaloj kështu ti lexoj, wa labithu fi kahfihim 3 mi'atin sinina wazdadu 9. Allahu dhe lëshanë thot, ata kanë fjet, do më thonë me argument kuranor, kanë fjet 300 vjet plus 9, wazdadu 9, tis'un ose 9, 300 sene, do më thonë 300 vjet, wazdadu 9 dhe plus 9, bëjnë 309. Kulillahu a'lamu bima labithu, mirë po prap se prap, Allahu fuqiplot e din se sa kanë fjet ata, lehu gajbu samawati wal ard, sepse Allahu ti takon me dit atë që se dim ne që në qiell dhe në tokë, absir bihi wa asmi, sepse Allahu dhe lëshanu më shumë absolutun shiqim dhe absolutun ndëgjim, ma lehum min dunihi min walijin, edhe as kush nuk mundet pa Allahun fuqiplot. As kush nuk mundet me bon diçka pa e leju dhe pa mbështet në fuqinë Allahu subhanahu wa taala, wala yushrik fi hukmihi ahada, edhe askush mos i bën shirk Allahu subhanahu wa taala në atë që Allahu e ka vendosur. Të ndërshëm vëllezër, shumë histori përmenden në Kur'an, për shembull historia e shumë pejgamberëve edhe lloj-lloj historie tjera, në bazë të asaj ne kuptojmë se çka ka ndodhur edhe me pejgamberë të tjerë, se si është zhvilluar bota dhe si kemi ardhur ne këtu ku jemi. Inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.